Atëherë, për këtë pjesë ju keni ngritur një grup pune në nëntor të vitit 2024. Një me urdhë të brendshëm keni ngritur një grup pune. Tani, ky grup pune, çka ka analizuar? Sepse nëse juve më thoni që ujësjellsi nuk e pranon këtë detyrim me kamatavonesa, unë këtë gjë nuk ta pranoj, sepse normale një palë që ka për të paguar detyrime më shumë se sa i takojnë, nuk do i paguan, edhe unë tisha nuk do t'i pranoja. Tani, duke marrë shkak, flasim nga ana financiare që ka analizuar grupi punës. Edhe më saktë, jo vetëm grupi punës, po edhe ata antarë të Këshillit Mbikëqyrës, që kanë qenë 2 edhe administratorja zonja Alliej, që kanë qenë në pjesën edhe në pjesën e ujësjellsit varur nga bashkia. Tani te letra në 4 mars që ka dërguar drejtori i ujësjellsit, thotë: gjatë vitit 2018-2024, ish administratorët e shoqërisë kanë qenë njëkohësisht antar të këshillave të administrimit dhe nuk kanë marrë asnjë vendim në lidhje me shlyerjen e këtyre detyrimeve. Nuk është e vërtetë. Në vitin 2023, Këshilli i Administrimit i është drejtuar kryetarit të asamblesë në cilësinë e aksionerit vetëm të kësaj shoqërie me kërkesën për përdorimin e këtyre fondeve për shkak të pamundësive financiare. Kjo kërkesë i është bërë si formë subvencioni apo si ngrirje të detyrimit deri në moment të dytë. E dini ju çfarë do të thënë fjala subvencion? E di ai drejtori i ujësjellsit çfarë do të thënë subvencion? Si mundet një këshill asambleje të bëjë subvencion detyrimin? Këtë gjë nuk e kuptoj. E para, tjetra. Dhe thot, Kreu e Asamblesë e ka miratuar këtë kërkesë në vendimin numër 4, protokoll 25 prill 2023. A e keni lexuar këtë vendim? E keni parë këtë vendim? Çfarë shpreh ky vendim? Sepse kjo gjë që thot në shtyrje të detyrimit, nga leximi që unë i kam bërë projekt i këtij vendimit numër 4 dhe nga që e kam parë projekt vendimi, detyrimi është shtyr vetëm për 2 muaj dhe pas 2 muajve ka filluar normalisht pagesa. Kjo e vërtetuar edhe nga ekstratet bankare, jo vetëm me mendje. Kështu që në letrën që shpreh drejtori i ujësjellsit që u drejton juve, është një letër që ka të meta. Ka të meta në mënyrën e shprehurit, ka devijime të pjesës së procedurës për të vajtur aty ku do, ka dhe devijime në të realitetit dhe mos them që nuk do të them që ka abuzuar me detyrën, po ka devijime të realitetit. Realiteti nuk është si ka bërë letra. Unë kam bërë një analizë dhe më duhet një kërkesë. Grupi punës çfarë ka parë? Është ngritur një grup pune. Nëse ke paqartësi për procedurët që bëj ujësjellsi, nuk mendoj se është vendit jo, një sekond, më fal, i nderuar drejtor. Unë përgjigjem për rrugën e punës që kam ngritur. Atëherë bashkë me juve për pjesën ligjore, të lutem, nëse ke paqartësira për ujësjellsin, të lutem. Të merren pasi ju miratoni këtë. Të lutem, nëse ke paqartësira për procedurat e ujësjellsit, drejtoju drejtorisë përkatëse, që është ndërmarrja e ujësjellsit. Jo, nuk i drejtohem fare drejtorisë përkatëse. Unë i drejtohem Këshillit Mbikëqyrës, Sokol Kuçaj, Olsi Durolli, Raimonda Alliaj. Unë u drejtohem sepse unë nuk kam se vetë të ujësjellsit kur kam 41% të mi që më japin llogarinë Këshill Bashkiak. Mua mos më thuaj drejtori i ujësjellsit. Unë nuk i drejtohem ujësjellsit. Ti mua do më kthesh përgjigje. Grupi punës çka ka analizuar? Këtë dua të di unë. Se nëse grupi punës nuk ka analizuar asgjë dhe ka të gjitha analizën që bëre s'ka lidhje me bashkinë, ka lidhje me ujësjellsin. Vendimet që merr Këshilli. Po jo, o drejtor. Ujësjellsi bie një letër që ju duhet ta Bashkia ka ngritur një urdhër pune për të përcaktuar vlerën e detyrimit. Normalisht ka një korrespondencë mujore që bëhet midis ujësjellsit dhe bashkisë për sa i përket kontabilizimit të detyrimeve. Është vlerësuar e gjithë procedura që nga momenti që ka lindur detyrimi dhe deri në momentin që po flasim aktualisht deri në 2023, sepse për 2024 praktikisht ujësjellsi i ka shtyrë në mënyrë të rregullt gjithë detyrimet. Është kontabilizuar i gjithë detyrimi dhe për sa i përket afateve, ku normalisht ligji parashikon dhe atë 0.06 interes ditor, është bërë llogaritë e interesit dhe ka dalë vlera 261 milion lekë. Nuk ka asgjë të fshehur këtu dhe nuk ka asnjë vendimarrje të gabuar. Po pra, po ju po më thoni, ju po më thoni që vlera është 261 milion lekë. Po. Por në projekt vendimin që ju më bini bashkë me një kontratë, ju më bini një vlerë 190 milion lekë. Po, ku janë 70 milion lekë? 70 milion lekë. Unë nuk e marr të mirë qenë atë pjesën që dëgjoj, shiko. Të paktën ne kemi, unë për vete dhe të tjerët kanë eksperiencë në pjesën e bërjes kontratave edhe në analizën ekonomike dhe në termat juridik. Po. Tani kur bëhet një marrëveshje,
marrëveshja bëhet ose shprehet në marrëveshje që detyrimi 190 dhe 70 milion lek falen, nuk ka marrëveshje. Po unë këtë do ta paguaj, po për këtë do vete në gjyq. Kjo nuk ka sens logjik. Sepse ka një gjë, juve, dëgjoj, unë kam 2 vjet këtu. Ju po merrni rolin e gjykatës kushtetuese, sikur jeni antar gjykatës kushtetuese. Juve nuk mund ta merrni ligjin, ta bëni elastik dhe ta fusni te projektendimi si doni ju. Ligji ka linjën e tij, që ligji lexohet. Po pra ja u tha zoti Elezaj. Zoti Elezaj ja u tha që nuk funksionon në mënyrë tillë dhe ne jo e ke gabim. Në mbledhjen e kaluar, e ke gabim, nuk ta pranoj. Ai ligji që përmendi profesori ka të bëjë me faktin që në momentin që ndërtohet një marrëveshje nuk mund të shmangi penalitete nëse nuk do të ketë pagesa. Dhe ta lexova në nenin se kam këtu tani, se kam projektin. Në nenin 11, jo nenin 11, jo nenin 5. Se vale çep. E kam. Jo është nenin 11 të shpjesën që na jep të drejtën ose nuk na jep të drejtën. Nga leta marrëveshjen, se e kam tek marrëveshja. Në nenin 6 e ketë përcaktuar qartë që kjo kontratë ka penalitete. Tani nuk mund të më thuash që jemi në kundërshtim me ligji. Ku jemi në kundërshtim me ligji dhe kë ligj kemi përllastik? Dgjoj, kontrata ka penalitete. Të lutem u përgjigje. Kontrata po Të lutem u përgjigj, kë ligj kemi përllastik? Po një minutë pra. Po jo më po përgjigj. Ke 2 vjet që bën ligjet llastiko. Tani ka një gjë tjetër. Kontrata ka një gjë penalitete. Të lutem kë ligj kemi bërë llastik? Më lër të flas. Po jo më përgjigj, se unë të përgjigja. Të lutem kë ligj kemi bërë llastik? Më lër pra të përgjigj. Po jo, nuk të lë të përgjigje, të flasësh për sa po nuk përgjigje. Ju apo do e nxini jashtë fare. Çfarë është kjo? S'të lë të përgjigjem thotë ai mo. Mos të lë më të përgjigjesh. Po drejtori, di ai që ne jemi vendimmarrës apo jo? Po çfarë lidhje kam? Po tani po të them pra. Po mbaro diskutimin, dorëzohem mere prapo, jo ti se e kap atë nuk e lëshon apo. Po mirë, pse u mërzitet? Po patjetër, do të flasësh mere ore. Mbaro diskutimin, pastaj vetë. Po pra po flas, po mbaroj diskutimin. Ju po e bëni debat, nuk është leksion. Po patjetër do ta bëj debat, se janë 800.000 euro do. Po jo, të pavërteta nuk tani mund të thuash. Tani më lër të sparoj pa vërteta nuk mund të thuash. Të lutem mbaro mendimin tënd dhe drejtorit i japi të vet. Po të mbledh drejtorit flasim mua mendimin. Po drejtori po s'më lë të flas tani. Ti më thua mua mbaro mendimin. Por jepja radhën dhe atij kur bën një konstatim, ta sqaroj dhe ai konstatimin tënd. Po, ja po bëj un konstatimin. 006 vetë ta miratosh vetë atë shtua. Po çka ka përqeshur këtu që bëj? Sepse po e bën debat. 006 që ka vënë ai në kontratë është për detyrimin e ri 190 që nuk është për të mbetur. Po dhe 800.000 euro që ai do t'i të lutem. Okej, të mbaroj këshilltarin. 800.000 euro që duan t'i falin ujësjellësit nuk kanë logjik. Sepse më vonë nuk ta lejoj, nuk po e falim, e ke shumë gabim. Këtë gjë nuk mund ta thuash se sta lejoj. Po mirë, më nuk po e fal, po e kontabilizon që mos ta marrësh kur. Nuk mund të thuash të pavërteta. Po e kontabilizon që mos ta marrësh kur. Ti flyen detyrimin, ti mishin e kontabilizon si detyrimin Teresash dhe në një moment të dy pas 1 2 3 4 5 vjetësh çfarë do ndodhi? Zoti Nika, faleminderit. A ka mundësi të mos sqaroni ky grupi punës me urdhër të brendshëm ç'a analize financiare ka bërë që kanë dalë në këtë përfundim? Ka kontabilizuar të gjithë detyrimin, preferuar të gjithë rakordimeve mujore që kemi me ujësjellësin. Po nuk e ka kontabilizuar të saktë për atë, sepse detyrimi është 264 më thatë herën e fundit. E diskutuam, kemi pasur 3 orë debat në mbledhjen e fundit. 190 plus penalitete, kjo gjë është thënë. Kjo gjë është. Mirë, vazhdojmë pyetje tjetër se do bëjmë për mbledhjen më vonë pastaj kur kam. Kush e dëshiron fjalën? Kryetar. Po, zoti Elezi. Lidhur me kundërshtin ligjore që ju i refuzuat të zotit Nika, më lejon të lexoj nenin 13 të ligjit 48/2014. Në paragrafin e parë citon: çdo marrëveshje që përjashton palët nga detyrimi për pagimin e kamat vonesave në rastet e pagesës së vënuar është e pavlefshme. Përrjedhoj, marrëveshja hartuar ndërmjet grupit të punës dhe ndërmarrjes së ujësisë kanalizimeve sipas këtij neni është i pavlefshëm. Po kështu citon neni 13, janë të padrejta dhe nuk krijojnë asnjë efekt juridik ato kushte kontraktore në lidhje me kushtet, afatet apo normat e tjera për llogaritjen e kamat vonesave, të cilat e vendosin kreditorin në pozita diskriminuese. Me lejoni zoti drejtor, të nderuar këshilltar, grupi i punës i cili ka hartuar këtë draft marrëveshje dhe këtë projekt vendim e ka vendosur institucionin nga i cili paguhen në pozita diskriminuese krahasuar me palën tjetër me cilën është lidhur marrëveshja. Është e papranueshme
jo ligjore, jo etike, jo morale, që të përfaqësosh bashkinë dhe të mos mbrosh interesat e institucionit të cilët përfaqëson. Për mua është e papranueshme dhe përrjedhoj kurse si nuk mund të ketë miratimin tim, pra vota ime do të jetë kundër për arsye sepse është në kundërshtim me ligjin dhe grupi punës ka vendosur institucionin në pozita diskriminuese duke nënshkruar, duke dakorcuar një marrëveshje të tillë. Faleminderit. Po. Po, zoti Kumbardi, po. Mikrofoni si të akoma do të tende. Ishimja, Faleminderit, kryetare. Në radhë të parë, ky është një debat që Gjergji ka të drejtë dhe zoti Mjuzafer, por është dhe duhet që edhe një falënderim se administrata të paktën këtë borxh që nuk ka ekzistuar fare, ka filluar ta vëri në zbatim dhe t'i japi një rrugë të këtyre lekëve që edhe ky grupi punës që u mor gjoja do rregullonte në një gjë, asnjëherë s'u morë vesh ku vajtën këto 2 milion euro të taksave të qytetarëve, pra që vajtën e usjellësi dhe nuk u morën vesh ku përfunduan, por dhe këtu si këshill lam detyrë që dy gjëra që u rregulluan, kjo dhe punë kamat vonesësh, duhesh të përcaktohesh se në moment që do vem në gjykat me këtë marrëveshje, gjykata ta rrezon për arsye se në moment që dy palët bien dakord për një marrëveshje, nuk ngelet për të diskutuar në gjykat pjesa e kamat vonesës. Edhe te pika 3 në fund, që themi të drejtojmë gjykatës, edhe këtu do një riparim, zoti drejtor, duhet gjykatës rrethit Vlorë, pasi po ta lësh evazive, do vej në Tirana, apo ku mund ta përcaktoj usjellësi që janë shpenzime prapë për administratën që nuk do t'i përgjigjen në qytetin ku është usjellësi Vlorës. Pra, kjo marrëveshje ishte mirë që të rregullohesh dhe propozimi që ne bëm mbledhjen e kaluar ishte një propozim që të shtoheshin dhe 2 vjet të tjera në marrëveshja dhe ujësjellësit të pjesëtohesh me po të njëjtën vlerë që ka mundësi financiare për të paguar, të paguante të njëjtën vlerë me një afat 2 ose 3 vjeçar më të qartë. Dhe kështu do të ishin gjithë këshilltarët dhe socialistë që janë detyruar të ngrënë dorën se do ja kërkonin juve dhe gjithë qytetarët ta kuptonin që gjithë borxhi që kaq kohë me përpjekjen tonë të vazhdueshme që e kemi ngritur në këtë këshill, u vu në taksat e qytetarëve do kthehen në investime dhe gjithë do ishin të kënaqur dhe të ngrinin gjithë dorën të kalonte me të gjithë votat. Kaq zot drejtor, mund ta japësh një përgjigje? Përpara se të arrinim Lirishin të apo do prapë. Radhën e parë në Madhe. Po, në këtë mbledhje këshilli, po bën ose se kuptoj. është e vërtetë. Këshilltari s'ka asgjë të keqe. Zonja Bezhani, si kryetare e komisionit. Radhën e parë më shumë diskutimet u diskutua që ujësjellësi kur ulen 2 palë në tavolin, duhet i dëgjosh të 2 palët. Dhe ujësjellësi thotë që unë mundësi financiare kam 250 milion lekë të vjetra për të paguar. Të gjithë bashkëtu me diskutimin ton, bëm një propozim, pra derisa ujësjellësi ka këtë mundësi financiare për të paguar, nuk ka ku gjën lekë të tjera, ne po e pranojmë se do bëjmë marrëveshje. Atëherë, të shtohet 3 vjet të tjera afati i kësaj kontratës në kohë, të zgjatet në kohë, ujësjellësi mos t'i preket ajo mundësi financiare që ka dhe të gjitha detyrimet dhe kamatat plus kamat vonesat, të gjithë ne me vot unanime e kalojmë dhe mendoj që nuk është një Janë e qartë, po ju të zoti Kumbardi, në këtë shtyje afati 2 vjeçar ose 3 vjeçar. Ne kemi bërë sa që vlera e kamat vonesave. Po, si kryetare e komisionit, jepi pak kohë vetes 5 minuta, bëj dhe jemi të gjithë dakord, hajde kalojmë me të gjitha votat. Po, afërsisht, zonja Bezhani. Afërsisht, 3 vite. Me këtë kosto e kalojmë vlerën e kamat vonesës. Dhe kështu e kalojmë është po. Faleminderit. Një muaj kohë që kishte. Atëherë,
Mirë, faleminderit zoti Gumbardi, zoti Moçka. Mirë, nderuar kryetare, në radhë parë jo çdo projekt vendim ka vend për debat politik dhe s'besoj se këtu po bëhet politik. Mendoj që të gjithë kanë bon sensin nga të gjitha krahët që të gjenë një zgjidhje për një borxh të mbartur të ujësjellës kanalizimeve Vlorë ndaj bashkisë dhe sot i kërkohet Këshillit marrë një vendim pikërisht për këtë borxh. Tashmë ta thjeshtojmë pak, ne jemi kredidhënësit se kështu i bie, na kanë këtë kredi, na kanë këtë borxh ujësjellës kanalizimet, të cilët është ngritur një grup pune për ta përmbledhur, ka negociuar dhe nga të gjithë negociatat, pavarësisht se këtu bëhet pyetje për grupin negociator, nuk jam duke kërkuar se çfarë kanë negociuar, por problemi është që nga të gjitha çfarë kanë arritur për të cilën vetëm këtë marrëveshje, që do të thotë, më ujësjellësin ka rënë dakord vetëm për principalin, brenda këtij kalendari dhe me këtë ndarje që është bërë kuotë mujore. Ujësjellësi me sa morëm informacion dherën e kaluar, por dhe tani nga drejtori nuk ka pranuar asnjë lloj negociate tjetër, që do të thotë nuk pranon Kamatvonesën, nuk pranon gjobat e tjerë. Jemi para faktit. Do pranojmë të mbledhim këtë që ofrohet sot dhe më pas në bazë të asaj që kundërshtuam dhe herën e kaluar, se mos të rikujtojmë, nuk është se kundërshtuam vetëm pala tjetër, e kundërshtuam dhe ne kur nuk ishte parashikuar Kamatvonesa, pra sot ka ardhur e parë me një nen shtesë marrëveshja kur thot qartë që bashkia nuk e i dorë, pra pranimi principalit që ka pranuar dhe ujësjellësit pagohet, nuk nënkupton heqjen dorë nga gjobat, nga interesat, dhe nuk nënkupton që nuk do të vazhdojmë procedurat si administrative, si gjyqësore. Dhe procedurat administrative do të thotë që mund të ketë dhe negociat tjetër për vjelen e gjobave, interesit e tjerë me radhë, mund të vi një marrëveshje tjetër specifike vetëm për atë, apo nuk bjen dakord, mund drejtohesh gjykatës për të marrë. Jemi para faktit, ta përmbledh, jemi para faktit. Të pranojmë të marrim sot principalin që vetë dikute 170-190, tha zoti Nika, nuk e mbaj mend, apo mos pranojmë asgjë, pse është parashikuar që gjoba do i marrim më vonë me procedurë administrative apo gjyqësore dhe të vazhdojmë me rrugë gjyqësore që nuk i dihet për sa vjet do mbaroj. Unë them që zgjidhja më e mirë është të pranojmë sot çfarë ujësjellësi ka rënë dakord, se në fund fare është si borxhi kur ke në shtëpi, të ka një kreditor tot lek, nuk t'i jep dot të gjitha, të thot po t'jap sot këtë dhe më vonë vazhdojmë negociatat për atë që unë nuk e pranoj. Pra ata nuk pranojnë interesin e tjerë me radhë si e kanë llogaritur. Unë them më mirë të marrim këto që janë, dhe në qoftë se ka ndonjë paqartësi juridike, siç ngres zoti Muzaffer, të bëj një amendim, të bëj një rishikim, të bëj një propozim si e parashikon, po ne në 11 që ka sjell sot dhe që nuk ishte në kaluar, që ka sjell sot drejtoria juridike, e tregon qartë që nuk heq dorë as nga Kamatvonesa, ky këshill bashkiak, as bashkia, as nga pretendimi dhe la hapur dhe rrugën, dhe jo vetëm rrugën gjyqësore, se në kaluar na thanë do jem gjyq. La hapur dhe rrugën procedurën administrative, që do thot tulet prap grupi e thot e mbyllën principalin, do na jepni këto 170-190, më falni nuk e mbaj mend çifrën, tani të vazhdojmë për çfarë do bëjmë me interesin. Bëjmë një marrëveshje tjetër, ja çojmë prap këshillit, nuk bjem dot dakord. Në gjykat, nuk e di, do ndjekë drejtoria për kace. Por sot jemi para faktit, ti marrim këto, ta lidhim këtë marrëveshje. Në qoftë se ju keni një propozim shtesë, nuk është nevojë vetëm të kritikoni, se vetëm po kritikoni. Në qoftë se keni një propozim më të mirë, që nuk e di, a një riformulim të këtij nenit 11 më mirë, urdhëro dhe bëheni si propozime ta shqyrtojmë. Po ju thoni o të gjitha sot dhe ne kemi përgjigjen që ata nuk e pranojnë, se gjatë grupit që kanë negociuar ata nuk e kanë pranuar. Pra ju thoni o të gjitha sot o në gjyq. Sot ata thonë nuk i pranojmë gjitha, ju thoni o gjyq o gjyq. Do me mos pranoni asgjë, mos mblidhni asnjë lek, ikni në gjyq, se vetëm këtë po ofroni si opsion. Ndërkohë bëni një propozim konkret. Zoti Gumbardin fale bëri një propozim që ekonomikisht është shumë i saktë dhe në logjik. Është shumë logjik. E konfirmon dhe zonja Bezhani që është në Komisionin Ekonomik. Problemi është se nuk e pranon ujësjellësi këtë. Domethënë për ne do ishte shumë mirë, nëse do ujësjellja e pranonte, pala tjetër shumë mirë. I merrnim për 2-3 vjet të gjitha, por nuk e pranon. Atëherë çfarë do bëjmë? O gjyq, si thoni ju, gjyqi zgjat 10 vjet. Nuk do marrë asgjë ky ujësjellësi sot ka nevojë për ato lek. Theme u 2 fjalë, shpejt e shpejt, me që jam këtu. E para një falenderoj që sot gjetët kohën të vini për të mbledhje, sepse normalisht i japim vlerë edhe pjesës asaj që kemi marrë si angazhim për gjithë qytetarët blonjat, që mos t'i lëmë asnjëherë në baltë,
po për shkak të ndoshta angazhime personale mund të ketë ndodhur kjo. Nuk ma do më dhe me qëllim, ju falenderoj realisht që jeni këtu sot. Tjetra, sa i përket ujësjellësit. Tani, ne kemi bërë debat që ditën e parë që unë kam filluar në Këshill. Edhe nëse ka pasur ngacmime nga ana e opozitës, të paktën ka qenë gjithmonë ujësjellësi. Si do e zgjidhni, si s'do e zgjidhni, doja merrni lekët, s'doja merrni lekët, ju vodhën, s'na vodhën, ju nuk jeni të zoti merrni lekët. Tani, ulen tavolin dy palë, bëjnë një negociat gjatë, arrihet një marrëveshje gjithmonë duke u bazuar dhe në kushtet financiare që ka kompani për të shlyer borxhin apo detyrimin që ka ndaj bashkisë. Ne kemi kërkuar më shumë, nuk diskutohet, por ata bëjnë analizën e tyre të kostove. Ku janë, ku s'janë. Ata mund të thonë që ju japim të gjitha sot, po si kanë. Edhe atë do bëhet një marrëveshje nul, që do të thotë nuk do shlyhen asgjë. Jemi ulur disa herë, kemi negociuar disa herë dhe kemi arritur në këtë lloj akordi të paktën të dyja palët, duke u shpalosur ky detaj edhe në komisionet që kemi bërë bashk. Mbledhjen e fundit nuk ra dakord sepse nuk ishte trajtuar fare pjesa e kamatvonesave, apo jo. Po, kamatvonesat normalisht Akumi kur ka bërë marrëveshje me të gjitha bashkitë e tjera, kur ka bërë procesin e transferimit nga bashkia te Akumi që ka kthyer pastaj në detyri rajonale, nuk e ka njohur fare kamatvonesën si proces dhe të tjerat. Ne, për të transmetuar dhe zërin tuaj te drejtoria e ujësjellësit, po edhe ne, për të qenë përgjegjshëm me gjithë procesin, nuk mund ta falim atë borxh, apo jo. Dhe po të shikosh me vëmendje kontratën që është bërë, se s'dua të përsëritem tani, aty është shumë e qartë. Ne nuk na ndalon juridikisht që të vazhdojmë procesin më pas, por të paktën të fillojmë të marrim disa të ardhura se na takojnë. Pastaj pjesa e afateve kohore varet gjithmonë me pjesën e të ardhurave që ka vetë ujësjellësi. Nëse ujësjellësi nesër i të ardhurat më shumë, performon më mirë, ne kemi gjithë drejtën e botës të rihyjmë në negociat me ata zotrinj atje dhe t'i arrisim këtë. Vetëm nuk na pengon gjë. Tani ku është problematika këtu? Po, ma thuaj ti ku është problemi. Sepse tani kërkoni kot gjilpërë në kasht. Po, kërkoj unë gjilpërë në kasht dhe tani unë po nxjerr, po ju them tani, vetëm më dëgjo. Po leri ata çuçi çka ke ata, leri mbaro me mua. Tani ka një gjë tjetër. Po ta them unë tani pse gabimin në të gjithë të histori, ta them unë pse gabimin në gjithë të histori nuk e ka ujësjellësi për 191 milionshin, po e ka bashkia. Po ta them unë pse. Juve keni pasur në bashki deri në 31 dhjetor 2023 bilancin e ujësjellësit të niptit të vjetër e keni mbyll ju si bashki dhe në 1 janar ka filluar nipti i ri te shtraku Akumi, çfarë është ajo tjetra. Jemi dakord këtu? Atëherë, juve kam shkarkuar nga QKR-ja e niptit vjetër bilancin financiar të vitit 2023 që është depozituar në 27 maj 2025 në 2024 në QKR. Me një vendim të datës numër 1 i datës 27/5/2024, juve, si kryetar bashkie, keni miratuar situatën financiare. Kapacitetet financiare të ujësjellësit janë për ta shlyer këtë detyrim me çfarë do lloj vlere që ne ja vëm nga 5 milionë poshtë. Pse? Në situatën financiare të vitit 2023, në bazë të raportit të auditimit që ka bërë Key Consulting, kompania që është që ka bërë auditimin, e keni të shkruar që ujësjellësi ka paguar 750.000 euro paga të prapambetura në historinë e pagave për vitin 2023, sepse shuma për 2024 të Akumi është shumë herë më e lartë. Atëherë, pse po ja u them unë që juve nuk është ai i ujësjellësi që e kërkon 191-shin, jeni ju që i thoni atij pse? Sepse juve si bashki keni bërë një gabim. Juve si bashki keni shënuar në bilancin e vitit 2023 që detyrimi është 191 pa kamatavonesa. E keni bërë ju gabimin dhe e keni transferuar juve të Akumi këtë vlerë. Dhe ju po mbroni veten me këtë vlerë dhe ju duhet të rregulloni librat kontabël të vitit 2023. Unë kam raportin auditimit, ja ku është. Atëherë pjesa tjetër. Nuk shënohen kamatavonesat të pasura financiare. Unë kam me bilanc tim thua mua. Nuk shënohen kamatavonesat, e ke shumë gabim. Pjesa tjetër çka keni bërë një gjë tjetër juve? Po nuk shënohen kamatavonesat të pasura financiare, e ke gabim. Po nuk shënohen mo tani, mos se po thua gjëra kote. Po jo të flasi ai para me. Nuk shënohen kamatavonesat, e ke shumë gabim. Të pres radhën. Po nuk shënohen. Unë e prita radhën. Nuk regjistrohen kamatavonesat, e ke shumë gabim.
Atëherë, kemi në bilancin e 2000, po mirë më ja dakord jam gabim, po unë po flas çfarë kam parë. Gabim, Arxhon Frymë me gjëra gabim. Tani, në bilancin e vitit 2023 ju keni bërë po s'fot gënjej unë ose është me bilanc. Zoti Nika, të lutem se e ke marrë fjalën disa herë, të lutem, për mblidhe mendimin dhe drejtori të Po japi. mirë, nëse 35 të tjesë kanë çat thon, do flas unë 10 herë tani. Nëse kanë do ulë radhën. Tani ta mbaroj bisedën tani, ta mbaroj. Atëherë, në bilancin e vitit 2023 kryetar, në bilancin e vitit 2023 keni dhe një zë tjetër që keni imputur në bilanc për të leguruar llogarit. Në vitin 2021 zërin ulje në vlerën neto të realizueshme për inventaret e keni 0. Në vitin 2023, përpara se të fillonit likuidimet e kompanisë, e keni shënuar 66 milion euro, 6 miliard e 676 e 810 025. Dhe për ta rregulluar këtë vlerë, përsëri rënje rritje thot të drejtat e argëtueshme dhe të tjera, për vitin 2022 e keni 27 milion lekë të reja ose 270.000 euro dhe e keni shënuar 71 milion euro. I nderuar zoti sekretar, unë për këtë dua një përgjigje zyrtare me shkrim, sepse është një vlerë 60 milion euro e imputur në bilanc nga hiçi. Nuk është e mbartur nga viti në vit. Faleminderit, kaq kisha. Asetet dolën tani nga dheu. Nuk shkon. Nga dheu dolën, asetet mbartën, lirë. 2019. Shumë e rëndësishme. Jo. Po si do i kush me nati me 0? O e nderuar O Daud, tani ne jemi 30 ca veta sa dhe Gjergji, që okej na tha flasin e kështu, që sot kemi ardhur për të diskutuar për marrëveshjen. Gjergji është dikush, një këshilltar i nderuar që ka ardhur i përgatitur me gjithë bilancet, me gjithë, nuk e di çfarë kanë nxjerrë shnim, por që vetëm për marrëveshje nuk ka ardhur do bëj atë, do presja të fragmentin e vet në FB, do e hedhi pastaj të kapi në një vot, kupton se e ndërlikoj aq shumë ekuacionin, do me thënë atë x² baraz 4, i futi dhe një integral dhe një dallor brenda, i futi dhe bilancin, një marrëveshje është marrëveshje thjesht juridike, që s'ka lidhje as për pasqyra, as për bilanc, as për të ngritur problematika që janë mbyllur me kohë këtu e 3 vjet para kur është bërë transferimi, që kanë kaluar auditimet, i futi dhe një kështu pastaj si ai që kur s'di çfarë thot e ka ligji thot edhe asnjë se kontrollon, se ja tha ai që ka qenë, më fal, se thash ai drejtori juridik që ka qenë edhe përpara time i tha shumë mirë që ato pasqyra dhe që po ngre pretendim nuk shënohet kamat vonesa, se legjislacioni e ka që nuk shënohet. Po lese e bëre videon, i kap edhe 2-3 vota, po ulu, tani, me që i propozova dhe zotit Elezi, edhe zoti Nika dhe këshilltarëve tjerë, keni ndonjë propozim konkret për këtë ekuacion e thjesht marrëveshjes? Pa kaluar te bilanc, okej, po ka propozim konkret, gjejmë propozimin konkret, se gjithatë e bëri atë show-n, bile i propozoj edhe drejtorit juridik, me qënë se kur të dali kjo video e Gjergjit, ta regjistroj dhe ai me video dhe poshtë e komente të vëm dhe përgjigjen, se flet Broshko marri dhe përgjigjen të paktën, po. Zonja kryetare, e dëgjova me vëmendje fjalimin e zotit Moçka dhe ai është dakord me konstatimin tonë që marrëveshja është e palishme. Të paktën në thelb kështu e kuptova unë. Por më duket pa sens që 51 këshilltar, 6 antarë komisione nga 3 veta, 2 komisione, përfshi dhe kryetarin e bashkisë, 58 persona duhet të firmosin dhe të marrin një vendim në shkelje të ligjit, sepse një person i cili është drejtori i UK-s nuk është në pronën private askush, nuk do. Drejtorët janë kalimtar, sikurse jemi dhe ne këshilltarët, por që jemi me një mandat të zgjedhur nga qytetarët. 58 persona, përfshi edhe kryetarin e bashkisë, përfshi 6 antarët e komisionit që janë 2 komisione, nuk mundet të shfuqizohet me vlerë 0, edhe pse jemi në të drejtën tonë legjitime dhe të falim ne kamat vonesat për arsye se nuk do. Kush është drejtori që nuk do? Drejtorët vënë dhe vinë, ai ka qenë një drejtor tjetër, është ky do vi diku tjetër. Kto janë lekë të qytetarëve. Me dy standarde puno ka usjellës kanalizimi. Për qytetarët kamat vonesat paguhen 1.1. Jo më zotëri, atere, duke qenë se u kërkua një propozim konkret,
Unë po paraqes propozim konkret. Të lutem. Kam propozim Po të konkret. ndërpres. Jo, s'më ndërpres dot sepse Zoti Elezi. kam propozim konkret. Refuzoje propozimin tim me vot. Të lutem. Propozimi është konkret. Po të lutem, nuk kemi arrit në atë pikë që ta hedhim kështu. Të përfshihet propozimi konkret. Të përfshihet. ka një logjik ekonomike. Edhe kamat vonesat. Nuk po i fal njeri. Nuk po i fal njeri sepse ju po e trajtoni problemin, më fal që të ndërpres, kërkoj 100 herë ndjes, por jam i detyruar. Nuk bëhet fjalë për faljet kamat vonesave, po bëhet fjalë për këtë gjë. Ka një logjik kur lidhet një akt marrëveshje detyrimesh. Të lutem ta mbaroj së ndërpreva. Të lutem. Ndërmarrja e ujësjellësit thotë që unë do të paguaj principalin, sepse në rast se ajo do vazhdoj të mbarte edhe principal, edhe kamat vones, në bazë të ligjit të nënshkruar që është për akt marrëveshjet, edhe te ujësjellësi funksionon që kamat vonesat vazhdojnë derisa barazohen me principalin dhe aty stopojnë. Është logjika ekonomike. Për t'i shpëtuar këtij fenomeni, ai thotë që unë do t'u paguaj të gjithë principalin zotëri, kamat vonesat do t'i ngri për momentin, se nuk vazhdojnë më në moment që shlyhet principali, por do të t'i shlyej, thot, në një moment të dytë. Për këta arsye është futur neni 11 që lexoi juristi, që do thot ne nuk ja kemi fal kamat vonesat, po e kemi shtrirë në kohë, se në qoftë se po themi 10 lek do i paguaj sot ai, në qoftë se ne nuk bëjmë këtë veprim sot, ato 10 lek do bëhen 20 lek. Kështu që ai thotë që unë këto do t'i shlyej këto 10 lek, që këtë principali që e kam 2 lek ta shlyej 2 lek kur të kem mundësi. Ka që thjesht është. Mirë, zoti Alia, faleminderit. Ju e bëni problemin tani për vendimin të ardhur sipas administratës bashkëpunëtore. Të provoj të kundërtën. Jo, nuk e provon. Të provoj të kundërtën. Sipas propozimit të ardhur nga administrata bashkëpunëtore, kaloj për vendimin e votimit. Zoti Alia, faleminderit. Nuk mos më ndërprer fjalën zënja kryetarit. Jo, nuk po ta ndërprer, zoti Elezi. Fjalën e keni marrë 10 herë deri tani, nuk ta kam ndërprer. Po kundër, nëse nuk unë jam këshilltar. 28 pro, 9 kundër, asnjë abstenim, miratohet, faleminderit. Jo, nuk ka sens zonja kryetare. Lëreni arrogancën sepse nuk shkon. Nuk ka fare arrogancë. Unë jam këshilltari i opozitës, jam nën kryetari i opozitës dhe nuk mund. Ne ju kemi respektuar. Të lutem shumë, më ke dhënë fjalën, mos më ndërprit fjalën. Çdo vendim vlerësohet me vot. Ju jeni kundra, e respektojmë. Ju keni të drejtën tuaj të shprehni me vot. Po kurse si, nuk keni vetëm ne, keni dhe ju. Po kurse si nuk e të drejtë më ndërpresësh fjalën. Unë jam nën kryetari, jam përfaqësues i opozitës, jam këshilltari i zgjedhur, mos ma pret fjalën. Dhe fjalën ma lejo. Po nuk mundet më, se e votuat ju pse e bë të lishëm. Po mos zgjidhja ishte ose ta bëjmë të lishëm, ta bëjmë marrëveshjen dhe ai ta firmos, ose në rast të kundërt çojnë gjykati më. Detyrojnë socionin që të paguaj. Në rregull. Mirë, faleminderit.